Nuk e kom kryer. Unë nuk kom organizu kur vrasje. Disa herë është përmendur edhe zoti Bexhet Paculli, i cili fare nuk ka lidhje me këtë rast. Unë gjatë këtyre viteve për ngjarjes jam akuzuar për një krim shumë të rëndë, të cilën nuk e kom kryer. Unë nuk kom organizu kur vrasje, as nuk kom marrë pjesë në vrasje, madje as nuk e kom parë vrasjen. As unë as fëmia. Sepse në momentin e vrasjes unë edhe fëmijët e mi kemi qenë duke ikur. Ju betohem që në emër sjellje nuk ka qenë fare në vetur momentin e vrasjes. Ju betohem, në emër sjellje nuk ka paguar për vrasjen. Kjo është e vërteta. Unë pa të drejtë jam akuzuar dhe jam targetuar shumë çka nga media, nga kjo soll, por e vërteta është krejtësisht ndryshe. Kaq kisha nderuar trupgjikues, ju do të vendosni fatin tim, fatin e fëmijëve të mi. Ju vlerësoni provat, vlerësoni deklaratat, vlerësoni gjendjen faktike dhe reale. Dhe nga ju pres vetëm një dënim të drejtë, pres nga ju që vërtet të ketë drejtësi për Liridonën, sepse mbi gjitha kjo është për çfarë jemi këtu, dhe unë nuk jam kundër asaj. Liridona meriton drejtësi të plotë. Pastaj në këtë proces gjyqësor pa të drejtë, shumë herë, disa herë, është përmendur edhe zoti Bexhet Paculli, i cili fare nuk ka lidhje me këtë rast, dhe pa drejtësisht ju është përmendur emri, dhe kisha të nevojshme ta sqaroj se ndjej keqardhje sa herë që është përmendur emri i tij, sepse është e padrejtë.